Përshëndetje shigjetar të dashur. Mirë se vini në kanalin tim, ku çdo muaj sjell energjinë e vjeve drejt jush. Korriku vjen me dritë, ndryshime dhe mundësi të reja. Dhe për ju që jeni gjithmonë në kërkim të aventurës dhe të vërtetës, ky muaj ka shumë për të ofruar. Le ta zbulojmë së bashku çfarë ka për ju në dashuri, para, punë e shëndet. Shigjetari, Korrik 2025. Ky është një muaj që sjell dritë, zgjerim dhe zgjedhje. Do ndihesh më i qartë për çfarë dëshiron në jetën personale dhe profesionale. Me ndikimin e Jupiterit dhe Venusit, ke fuqi të madhe për të manifestuar qëllimet e tua, sidomos në dashuri dhe udhëtime. Dashuria. Në çift, ky muaj të sjell një rilidhje të thellë emocionale me partnerin. Për disa çifte, kjo është periudha ideale për të zgjidhur mosmarrëveshje që janë grumbulluar gjatë muajve të kaluar. Marrëdhëniet stabilizohen pas disa javëve të paqarta. Partneri mund të surprizojë me një veprim romantik ose një ftesë për një udhëtim të papritur. Do ndiheni më të lidhur emocionalisht nëse komunikoni hapur. Dialogu është më i sinqert, dhe planet e përbashkëta si pushimet, blerja e një shtëpie apo vendimet për të ardhmen mund të forcohen. Venusi në një pozicion të favorshëm bën që të ndjesh më shumë afeksion, dëshirë për afërsi fizike dhe romancë të vërtet. Ditët më të mira për dashurinë në çift. 4, 12, 18, 23 Korrik, ideale për surpriza romantike ose për të kaluar një natë të veçantë bashkë. Kujdes, mos e lër impulsivitetin të prish qetësinë. Përpiqu të dëgjosh para se të reagosh, sidomos rreth datave 7 dhe 21. Beqar. Shigjetarët beqar do ndihen më të hapur ndaj njohjeve të reja, sidomos gjatë udhëtimeve, kurseve ose aktiviteteve që lidhen me zhvillimin personal si PSH. Doga, seminare, trajnime. Një person me horizont të gjerë dhe shumë karizëm mund të tërheqë fuqishëm. Fillimi i lidhjes do jetë intensiv dhe i mbushur me biseda të thella. Kjo lidhje mund të bëhet shumë shpejt më serioze se që imagjinon. Ditë me fat për takime të reja. 2, 9, 14, 25 Korrik. Këshill, mos u mbyll emocionalisht nga frika e zhgënjimeve të mëparshme. Korriku të kërkon hapje të sinqertë ndaj dashurisë. Për ata që janë në marrëdhënie në distancë ose situata të paqarta, kjo është periudha ku duhet të vendosësh qartë. Vazhdon apo mbyll? Korriku të jep forcën për të mos qëndruar më në pritje të dikujt që nuk të jep siguri. Nëse personi është i sinqert, atëherë do e dëshmoj me veprime konkrete. Nëse jo, lër vend për diçka më të denjë. Mesazh për shigjetarin në dashuri në Korrik. Dashuria nuk është vetëm ndjesi, është zgjedhje, komunikim dhe përkushtim. Nëse e ndjen, thuaje. Nëse e do, vepro. Puna o karriera. Korriku sjell mësime dhe zgjerim profesional. Mund të hapen mundësi për bashkëpunime jashtë vendit ose projekte që lidhen me botën online. Nëse je në kërkim të një pune, ditët rreth 11-15 Korrik janë shumë të favorshme për intervista dhe aplikime. Ata që kanë pozicione drejtuese, do ndihen të frymëzuar për të nisur projekte të reja kreative. Këshill, mbaj qëllimet e qarta dhe shfrytëzo kontaktet që ke ndërtuar vitet e fundit, ato do të çojnë më lart. Paratë e investimet. Financat janë më stabile këtë muaj. Disa prej jush do kenë të ardhura shtesë nga aktivitete të pavarura, apo një bonus pune. Bëhu i kujdesshëm në shpenzime gjatë datave 6-9 Korrik, sidomos për udhëtime ose teknologji, jo çdo ofertë është vërtet e vlefshme. Këshill, mëso të kursesh pa sakrifikuar cilësinë e jetës, në fund të muajit do të ndihesh më i sigurt financiarisht. Shëndeti. Energjia fizike dhe vitaliteti. Ky muaj fillon me nivel të mirë energjie, sidomos pas datës 3 Korrik ku ndikimi i Marsit të favorizon për aktivitet fizik, sport dhe lëvizje. Nëse ke qenë pasiv apo ke shtyr stërvitjen, kjo është koha ideale për të filluar një rutinë të re fizike. Këshill, fokusohu në stërvitje që përfshin trupin dhe mendjen njëkohësisht, si yoga, pilates, ecje në natyrë apo not. Shëndeti mendor dhe emocional. Emocionalisht, Korriku sjell ngritje dhe zbritje të lehta. Ke një dëshirë të madhe për të çliruar veten nga emocionet negative të së kaluarës, por ndonjëherë do ndihesh i mbingarkuar nga mendimet. Disa ditë rreth 10 dhe 20 Korrik mund të ndjesh lodhje mendore ose konfuzion. Këto janë shenja që ke nevojë për pushim, qetësi dhe shkputje nga pajisjet elektronike. Këshill, meditimi, leximi i librave frymëzues ose kohë me njerëzit e dashur do të sjellin balancë emocionale. Ushqimi dhe kujdesi ndaj vetes. Mund të kesh dëshirë më të madhe për ëmbëlsira apo ushqime të rënda, sidomos gjatë fundjavave. Kjo mund të ndikojë në trazira gastrointestinale nëse nuk i balancon me fibra dhe ujë. Mos harro të hidratohesh mjaftueshëm, sidomos në ditët më të nxehta, pasi shigjetarët shpesh harrojnë të pinë ujë ku janë të përfshirë në aktivitete.
Këshill, përdor infuzione bimore mente, kamomil, rozmarin për të përmirësuar tretjen dhe qetësuar sistemin nervor. Gjumi dhe ritmi ditor. Netët e korrikut mund të jenë më të shqetësuara, sidomos nëse ke mendjen të ngarkuar me projekte ose dilema emocionale. Mos e tepro me telefonin apo rrjetet sociale para gjumit. Krijo një ritual qetësimi, si leximi apo muzikë butë, për të përmirësuar cilësinë e gjumit. Rekomandime specifike për shigjetarin në korrik. Mëngjesi, fillo ditën me frymëmarrje të thellë dhe pak ushtrime shtrirjeje. Mesdita, pije shumë ujë dhe ha ushqim të lehtë PSH. Sallatë me proteina. Mbrëmja, shmang kafeinën pas orës 17:00 dhe përpiqu të flesh para orës 23:00. Dieta ditore për shigjetarin, korrik 2025. E ndar në mëngjes, drek, dark, këshilla. Mëngjesi. Një gotë ujë me limon, pas zgjimit. Smoothie me banane, spinaq, një lugë mjaltë dhe qumsht bajameje. 2 copa bukë integrale me avokado ose gjalp kikiriku. Një filxhan çaj jeshil ose çaj mente për të zgjuar tretjen. Këshill, mos e nis ditën me ushqime të rënda. Organizmi yt ka nevojë për diçka të lehtë dhe energjike. Dreka. Sallate freskët me rukola, domate, kastravec, avokado dhe pak quinoa. Fileto pule ose peshk i pjekur me vaj ulliri dhe limon. Një gotë ujë me xhenxhefil të freskët ose limon. Këshill, shigjetarët shpesh han me nxitim, merr kohën të hash ngadalë dhe të shijosh çdo kafshat. Darka. Supë e lehtë me perime të ziera, karrota, kungull, brokoli. Një copë bukë integrale ose oriz kaf. Kos natyral me pak ara ose fara liri. Këshill, mos ha shumë vonë, darka më e mirë për ty është rreth orës 19:00 për të pasur një gjumë më të qetë. Midis vakteve nëse ke uri. Një moll, një grusht baja me pakrip, ose një frut sezonal. Çaj kamomil për qetësim emocional në mesditë ose mbrëmje. Këshilla shtesë për muajin korrik. Pi ujë me trumz ose mente gjatë ditës, ndihmon tretjen dhe nervat. Evito sheqernat e tepërta dhe pijet e gazuara. Rituali për korrik, rruga e qëllimeve të qarta. Materialet, një qiri i kaltër ose lejla, një copë letër, laps, pak kanell ose dafin. Shkruaj një synim për dashuri, një përpara dhe një për shëndet. Vendose letrën poshtë qirit dhe ndis qiriun për 7 minuta çdo mbrëmje për 7 ditë me radhë. Lutu ose medito me fjalë pozitive. Hapi i sotëm më çon drejt fatit tim. Jam gati të marr, të fal dhe të udhëtoj përpara. Nëse ky horoskop të ndihmoi, mos harro të lësh një like për të mbështetur punën time, abonohu në kanal për të mos humbur asnjë përditësim dhe shpërndaje videon me miqtë tu shigjetar që kanë nevojë për këtë udhëzim qiellor. Deri në videon tjetër, qëndroni me dritë dhe energji pozitive.